Shkojsh ku të shkojsh në botë, deri edhe në Zejland, e të mushët menja dikun ku të qitu bashkë qito, nuk mëne të me pas shqiptar, bashkë aty e gjenë. E këtu kena me taku Bacin Hyd, I cili nga Drenica legjendare ka emigru të shohum sa me të vërtet janë mikprec Drenicak. Nga pikë më rëborë. Pej Prishtinë direkt të jo. Jetë unë që zuje, ku kam njohur një gurit thatë, ku jam rritur në întërime, ku kam njohur gjuhën time. Shikus dashën, jena këto në Tar Bale. Që edhone deri pak ma heret I den nuk ja kum pas. Emnet, atë qka është, konkretisht që këtë qyteti, I shtrim për gjatë njënit për liqeneve më të mëdhaja të Italisë, Lago di Garda. Për një vend për cilin shumë pak fjallë kem nevoj me folë, se veç për mes pamjeve tregohet shumë qka. Jena ardhë jo rastisht në këtë farë venit turistik, shumë të frekuentum prej turistave të huj, kryesisht Gjerman fals. Kena me pas qka ofron kjo vend, po njëkohësisht edhe kena me shku me taku një shqiptarë. Shkojsh ku të shkojsh në botë, deri edhe në Zejland, e të mushët menja dikun ku të qitu bashkë qito, nuk mëne të me pas shqiptar, bashkë aty e gjenë. E këtu kena me taku Bacin Hyd, I cili nga Drenica legjendare ka emigru gjatë kohëve të vështira të okupatorit serb, edhe ka ardhur në Itali, ka fillu jetën në gastronomi punën, mas njena u zhvillu ka dale deri sot ku ka hotelin edhe restoranin e vetë mund këtë vend turistik të frekuentum. Aty përballë meja shënon edhe tabela Villa Ema, 150 metra, grill, hotel, restoran, shkojmë të takojmë edhe të shohum sa me të vërtet janë mikprec Drenicakt, po në diaspora. Unë esëm sash me shku për të hoteli I Bacit Hyd, edhe bashkë jem kështu kurioz se në Drenic, me të vërtet është një mikpritje jashtëzakonshme që ju bëhet musafirve, kur t'ja viziton Konakun, e na sot po shkojmë Konakun e Bacit Hyd, po në Itali. Edhe është pak një farë kurioziteti me këshyrë sa ka ndiku perëndimi, sa ka ndiku vitet jo të pakta të jetumit në një vend të huj, larg njerëzve gjakut, larg vendit, larg popullit, edhe njoftohemi nga afër me Bacin Hyd. Nuk e di pse, është nashta ndjesia që jemi një vend të huj edhe po shet gjithçka për herë të parë, apo me të vërtet është mbreslanse që çdo detaj I kushtohet rëndësi. Pra nuk I lehet rastit, nuk I lehet hajtse. Duket ju afru, shaja tabelat krejt po na kallzojnë që këtu jemi ardhur te Villa Ema. Menyja këtu me çmimet, që i po me në përvenet restoranat e tjere, çka kalum ka ato, informata gjitha, po shkojna po hina direkt, pa na hymje diçka formale edhe të shohëm a e kena mas pari këto, Bacin Hyd edhe ti morëm pak për kohës tina. O, Baca Hyd! Hajni mira sene, budoni musafir. Mirë se na erdhni. Mirë se ju gjejmë, hajni mira sene. Po lutëm, s'ka më jetë se këtë surprizë të veçantë. Si jeni, ajni mirë? Mirë, faleminderit. Po nga pikë më rëborë. Pej Prishtinë direkt të jo. Mashallah. Zoti. S'ka surprizën. Po këtë polisë si jemi asas. Kesh një po të shpageta si jeni, ajni mirë? Mirë, faleminderit. Okej, mirë ka. Rrugës si kaluat? Mirë, fantazi. Familja vet? Pej Zotit shqyrë mirë. Ju falenderoj me zemrën, me shpirt që pas një ardhën me të vërtet më na bën një vizitë. Knaçia është e jonë, ja? Po, edhe jam ja. Më pas nderuar, Vetëm më lutëm herën tjetër të paktën nisë me së burr, mos a gjoj bash. Ja, në fakt I gjatë mënyrën më të mirë të mundshme. Po. Shpresoj që keni nevojë për më hangur shpageta, jeni turitër, shpresoj inshallah. Turim, besoj edhe kamermone ka të njëjtën. Jeti unë që zuje. Po. Ju faleminderit edhe ju më se keni ardhur, se me të vërtetë mendova që veç kështu, po ju faleminderit gjithë, I përshëndes gjithë stafin e juaj, tërtërisë, edhe me të vërtetë më keni nderuar me këtë vizite. Faleminderit, kënaqësia jonë. Nuk po na mungoj ka mikpritja drenicake as këtu në Itali. Lutem, po ju jeni të veçantë.
kemi edhe firmën e Nesaj e kemi. Apo? Po, kja është mas 16 vite i ka diferencë nga vllai i saj me Gzoni. Edhe shkollë mëson mirë, na ndihmon. Edhe kemi si babysitter dua se këtyre gjatë sezonit për të mbarën shkollën. Nga si zakonisht në modë dhe këto më duket asnjë fjale huja nuk o kanë. Jo, më të thonë të vërtetë na mundohem gjithmonë me mojt ato traditat fetare dhe kombëtare aty ku na ka koka. Nëse më lejoni për e tholi dhe atë pozinë e qajupit, ku me karan koka, ku kam qene koka mat, ku kam njohë një gurit thatë, ku jam rritur në nëntërime, ku kam njohur gjuhën time. Kjo është vendi, me të vërtet vend turistik, vendi i bukur mirë, po me Kosovë, me vendin ku kam lind nuk kanë rajë. E kështu që e dua atë vend, e dua. Bazahet, kuna ke pru kështu, se s'jena mësuna për me i pasi pamje. Më të thotë vërtetën, këtu jemi në Nago Torbole, është provincia e Trentës, është një liqe jashtëzakonisht shumë i mrekullueshëm është i njohur në nivelin evropian po dhe nivelin botror, sidomos për surf, këtu ka është i farfryme edhe këtu zhvillohet shumë sport, zhvillohet sport i bicikletave në prej bjeshk, pashin edhe ju vetë kemi bjeshk jashtëzakonisht të larta, po tani është edhe i farfryme vetëm këtë pjesën këtu Nago Torbole riva, vetëm kja pjesë, në të pjesën anej nordit të liçenit nuk ka frymë. E kështu që zhvillohet që ky farë vela është i farë lloj sporti me frymë, kemi turistat të ndryshëm. Do thotë kjo po këto elemente që ka i përmene janë një arsye fort se turistat përzgjedhin konkretisht Torbolën kundrejt këtyre farë zonave tjera të banimit. Po, relativt është ai. Se është qëllimi që është përveç sporteve që i bojnë dhe ka një pozicion jashtëzakonisht shumë të bukur gjeografik, siç përshtin edhe ju vetë. Ajo që po më vjen më mirë shumë kështu është që në fakt nuk i pat 2 minuta prej hotelit ju, këtë pikën ku erdhëm këtu, 2 minuta për me shku deri tek liçenit drejt Nuj. Po, na pozicioni gjeografik i hotelit ku kemi na është dikon ka 300 metra nga liçeni, do më thonë nga plazha e parë të liçenit. Po, pozicioni po nga qendra e qytetit të vjetër është 400 metra, më shumë nuk është lartësi e madhe. Edhe siç tha kolegja e këtij qytetit, më shkurt na jemi shumë të njohur për si pizzerie se restorant, për punë që bojna një broma për një impasto jashtëzakonisht veçantë picave me thorm brumit. Do të thonë së përdorëm kvasas, por përdorëm thorm brumit, edhe i bojna diku ne kem 4 lloj millit, edhe 2 prej tyre janë bio, do të thonë janë me të vërtetë janë kvalitetit të lartë. Fura është me drum, edhe ja do të thonë ka një rol jashtëzakonisht veçantë. Edhe kështu që tani nuk mungon edhe rezultati. Punën e bojmë me pasion, jashtëzakonisht se këtë punë e kam deshtur qysh moti edhe kur një punë njëri e bën me pasion aty nuk mungon as rezultati. Ajo është një sen shumë interesant, po dhe një dëshmi shumë e madhe e suksesit ju, për faktin që qysh e kena në popull, nuk mundesh mi shit për shembull sa muna sa mund gjisë në këtë rast, ju jeni ardhur në Itali, kështu që këta njihen për ushqime edhe keni arrit për me pas sukses te njerëzit e ushqimit. Kështu që kjo me të vërtetë është një tregues i madh që jeni një kuzhinier shumë i zoti, por edhe vetë qytetarët vend ashtu turistat që i pam gjerman me vendeve tjera që janë ardhur dhe përzgjedhin restoranit ju pa dhe hotelin për me pushu. Po, e përzgjedhin sidomos restorantin për punë që me vërtetë e këtyre me avonën një shërbim të veçantë klientave. Edhe pastaj për shembull normal nashta kur ti bën një 200-300 vet për një mbrëmje nashta mund të mendohet që na bën dukush ndonjë kritik apo din. Mirë, por na kritikat i shfrytëzojnë asikur a ke pa kur njeriu vjen gjatë një grip shkon te doktori merr një gjelpon injekcion për më shëru, do të thonë kritikat i përdorën për më përmirësu, sepse
e mira, nuk ka përfundim, domethënë që gjithmonë na aty i thojnë në rregull, ju falenderojmë me butësi, me qetësi dhe tani na kemi shtafin që e konstatojnë, në shefi kuzhinës është pizzeriolli, jam unë dhe e konstatojmë se ka qenë ajo reale e kritik për shembull se ka dhënë klient apo ju. Edhe pse kritika kemi shumë pak, në maftazi. Sa i përket restorantet dhe pizzerisë në këtë zonë të jemi të njohur, ka edhe shumë restorante pizzeria tjera mirë, po receptën e brumit të cilët e bëjmë na jemi shumë të njohur për punë që kemi shumë komplimente nga klientat tonë. Ka bo edhe përshtypje, nuk e di në është a bo në Kosovë apo jo, po tek jo brumi i pizzas, nëse nuk ka nejt një dit apo dy që e keni për me marrë veten, për me arrita cilësi më të kualitetit, nuk ja shërben një klientela. Jo, kemi pas shumë raste pse më të thonë të vërtetën na i bëna gjithmonë, domethënë sasitë mjaftueshme të brumit, mirë por rastësisht që vjen deri në rezervim që është i paprogramuar, domethënë i shumë të tepërt, shkoj te klienti dhe tham me vje keq, po brumën e kam, po brumin që kam bërë sot s'më ta shërbi për punë që më çef kam i thonë jo, se sa më shërby se brumi i pizzës do të më nejten më së pakti është 24 orë. Domethënë levitacionin e bën në mënyrë natyrale, se është me tharm brumit edhe do të më kanë 24 orë nuk e shërbej. E preferoj me thonë klientit të mbje shumë keq, është restoranti, është kuzhina, që do të shka tjetër, po për pisë nuk më shërby. E kam këtë sistem, nga njëherë marr kritika nga shtafi, dhe për çfarë arsye bëj, po unë jam i tillë që kam dëshirë me thonë jo, kvaliteti është mbi të gjitha, kështu që nuk muj me hupen titlin apo emrin tem për një tavolinë që më ka orë 5 vetës apo 6 vetë. Me këtë qarë i thamë, për nuk muj me të shërby, për shembull, në rrasë nuk është brumi në limitacionin që dohet. Qëka jam Armenia, a jena të shkon rrugë du nësë në Kosovë, restoranet, hotelleria, gastronomia në përgjithësi? Po qure, unë më të thotë vërtetën në Kosovën, kjo është vendi shumë i bukur, e pa të dhe vetë, pozicion që krepit fort i bukur, mirë, po për mu Kosova është njështi. Kosova për mu është, nuk e nrej me një therë, të kaqës apo të morizit, nuk e nrej për shembull Kosovën me këtë vend. Kosova është për mu njështi. Unë kur shkoj në Kosovë, po kam dëshirë me shku në për pizzeria me hangur bok. Po jo që me pëlqejnë as shumë pizza për punë që unë të shëti jam që 8 vite me pizzeria, po kam qef në njëherë mi sugjeru ose mi këshillu ose me provu dhe cilësinë e pizzave apo din. E kështu që në Kosovë ka nevojë për mu klasifiku, ma ta thonë të vërtetën ka njëherë me të vërtet njeri pa ndiku një pizzë që bashkon nështë një dit a 2 njeri sa mu të më ardhen vejtë apo din. Mirë po ka dhe vendet mira, ka Kosovë të shku drejt rrugës të mirë më shkurt, të në juroj suksese. Edhe shpresoj që në tarmen me të vërtet të bëhen restorante, pizzeria të njohur të këtij nivelit botëror, se këtu për shembull jo vetëm në, po ka për shembull në për Italia, në për Gjermania, në për Austria ka mos shqiptar që për shembull kanë rrinë me të vërtet e kanë rrinë nëse moj të tham një perspektivë ku shumë të madhe, po vetëm me punë dhe me sakrifisa, se po që e ki sinceritetin, edukatën dhe pasionin, formula e rezultatit nuk mungon. Po në rrasë mungon e pikëtyrën e trija me të vërtet duket që po fiton apo po mrin diçka pas mrin kur gjë hiç. Na jemi dikon shtafi ju në komplet është dikon ka 15 punëtor jemi, kemi nacione të ndryshme, kemi italian, kam kroat, kam tindis, kam të Kosovës e marrë thoj për 10 vite gjithmonë nga 3 punëtor nga Kosova e marrë se sa do kam dëshirë minimum popullit dhe vendin tem. E kështu që për shembull unë jam një firmë e vogël, ama ka për shembull njerëz që për shembull kanë hotele dhe restorante të mëdha që kanë arritur në vërtet një perspektivë bukur shumë të madhe. E është zakonshme. Këto kryemet e Italia dhe pozicionit se ne ka ky liçen, po edhe në Torbole hotelin tur ku e keni, në fakt i bjen që Zvicra me qenë shumë afër, po ashtu i bjen edhe Kroacia, Austria, Slovenia, këto. Edhe zotën edhe po shihet në bazë të tabelave të makinave këto. Kjo besoj është edhe një pikë shumë e fortë edhe shqiptarëve që duan për mi kalu pushimet të vendeve të lartë përmendra, në orën këtë rast edhe të kjo si pikë referente për mi kalu
pushimet edhe për një shiu për aktivitete sportive. Po, me të vërtetë është realiteti ai që thua ti. Kemi na dhe klienta shqiptar që për shembull një kohë gjatë jetojnë në Gjermani apo në Zvicër dhe aty hasëm rastisht apo din? Hasëm rastisht kur ndëgjoj ty fol në shqip, thon po shqiptar jemi dhe na, thon po se kishim ditë, apo din tani ja bojnë më shkurt, dohen shumë kënaqën dohen. E po kam dëshirë që tani me të vërtetë me bashkëpunu me Kosovën, me Shqipërinë, aty mos janë jek vizat, pak a shumë me kanë këtu një vend me të vërtetë si pozicioni gjeografik është ham në kusht lart, është në particular si pozicion ky liçei, ndërsa sa i përket turistave, si turista këtu dominojnë, thuaj 70% janë gjerman që dominojnë, se gjermani këto e qunë këtë parvendi si shtëpitë e dytë. Dhe me thonë, një shtëpi e kam Gjermani, po si shtëpi dytë e quj këtë nagotorbëllën këtu, këtë verin këtu. E gjermanët janë shumë të dashuruar ta dhe përqendrat 70% janë gjermanë, ndërsa 30% tjera janë jo Zvicrës, jo të Austrisë, jo Slovenisë, jo të Kroacisë, jo të nacione të ndryshme më shkurt. Baset, ju falenderojmë shumë për këtë farë bisede kaq të mrekullueshme. Edhe ishte kënaqësia jone shumë për me taku dhe për me zhvillu këtë muhabet në këtë ambient këtu kaq të bukur, këtë margaritore të këtij vendi, që me të vërtetë kur enëm aty në Sokaqeve, kushta, ka e farë kurreshta si ku po dojna për me dal, po me të vërtetë ja paska vlerë çdo metër që kemi orto. Gjitha dhe që shia mbitor të muhabeti shumë janë ëmbël. Ju faleminderit të juve, kënaqësia është e madhe edhe për mua. Me keni nderuar me ardhin e juve këtu dhe me të vërtetë ma keni bën një surprizë shumë të veçantë që e vlerësoj dhe ta shmoj dhe ta mbaj me vite si kujtime në zemër dhe në shpirt. Ju faleminderit për juve, kënaqësi, faleminderit shumë. Gjithashtu.